Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Nesër mbushën 2 javë që kur Fatos Nano, lideri historik themeluesi i Partisë Socialiste, megjithëse për këtë mund të ketë në një pikë pyetje dhe dilemë, po duhet të patjetër reformuesi i asaj force politike, le të themi kaloi në një jetë tjetër. Sigurisht ishte një figurë kryesore politike e tranzicionit e të majtës shqiptare, i cili, siç e tha dhe bashkëshortja e tij në fjalën që mbajti, e urrente populizmin, por paradoksalisht ishte po ashtu popullor. Ishte popullor, por sigurisht ishte dhe ndarës. Nuk nguroi kurrë që të ishte një politikan i fortë, pavarësisht se her pas here tregoi shenja që nuk ishte dot, nuk arriti dot të bëhej një burr real shteti, por për fatin e tij këtë temi problem e ndan edhe me ata përpara dhe me ata që e pasuan në pozicionin e tij, qoftë si kryetar i partisë më të madhe në vend, qoftë edhe si kryeministër i vendit. Sot, pavarësisht që ndoshta me pak vonesë, po doja patjetër ta bëja këtë emision, kam blerur disa nga njerëzit cilët janë edhe historia e Partisë Socialiste, edhe njerëzit e tij më të afërt, qoftë në qeverisje, qoftë edhe në jetë private. Me mua sot në program janë Luan Rama, mirëmbrëma zot Rama. Mirëmbrëma, faleminderit. Gazetar, politikan, i kthyer gazetar, po mbetet në çdo rast një shkrimtar. Sot autori i programit Drejt në Ora News. Faleminderit që je sot me mua. Sigurisht ra rasti Nanës dhe u pam shpresoj mos jeti fundit. Petro Koçi. Jo, mos jeti fundit që të shihemi, po jo për të njëjtat arsye. Jo për njëjtat arsye, patjetër. Petro Koçi, mirëmbrëma Petro, faleminderit që mua sot, bashkëpunëtor i vjetër i Nanës. Ka një histori të dytë për treguar Petro dhe Luani, po sa të filloi emisioni, kam ne si të kem sërish programin Ilir Kullën, bashkëpunëtorin dhe këshillarin e tij, mirëmbrëma Kulla. Mirëmbrëma. Ilir Kulla, ndoshta e gjen fotografinë bashkë me Fatos Nanën, jeni autor një momenti historik apo jo, pasi ju jeni të parët dhe të vetmit që i keni dorëzuar një kryeministri pasardhës dosje në zyrë, nëse unë zgaboj. Jo, nuk desh Berisha, domethënë urdhri i Fatos Nanos ishte që çdo institucion, çdo ministër, çdo ashtu duhet të dorëzonte dosjet. Berisha nuk ishte dakord, pastaj u mendua një emër tjetër, u mendua Namiku me që ishte si më i butë. Pra Berisha s'ishte dakord dhe pastaj u bë dorëzim. Po ju ishte dakord. S'ishte dakord pala që teorikisht fitoi zgjedhje. Pastaj e bëri Ksenofon Krisafi, profesori që ishte sekretari i përgjithshëm, ja dorëzoi Gjergj Leshjes, po kjo është në rekordin negativ të Berishës. Jo të Nanës. Martin Leka, gazetar i vjetër, kolegu im, i cili ka një rekord. Është i vetmi gazetar që ka realizuar një intervistë nga burgu me një tjetër burgosur, me Fatos Nanën. Apo jo, Martin? Po, kam qenë në rolin e të intervistuarit, në fakt. Pra Nano interviston dhe ju? Po, ta them tani? Jo, ta them pas pak. Megjithatë se do doja fillimisht ti merre një opinion, Luan, me ty, me që jemi për herë të parë, shpresoj të fundit program. Sigurisht, jeta e tillë është lindja, është jeta, është vdekja më pas patjetër. Megjithatë këtu mbrapa kam cituar Nanon praktikisht. Unë jam Fatos Nano, tha i dikur prapa më vjen historia. Sa histori bëri Fatos Nano? Është e mangët. Fjalia është e mangët aty, sepse Fatos Nano tha prapa më vjen historia e përbashkët e Partisë Socialiste. Historia jone e përbashkët e Partisë Socialiste. Se thata më mështu, se ishte Petro Atnat, se ishte ajo lufta e madhe, se u votua për 3 kryetarë. Mbrapa më vjen historia jone e përbashkët. Jo, mbrapa më vjen historia, ja bëri me gishta e juaj, pa dhe një kështu rrotullu, Gramozim duket ishte nga, dhe tha, jone e përbashkët. Po fjalia në thelb është prapa më vjen historia jone e përbashkët. Dhe brenda kësaj fjalie është e gjithë filozofia politike e Fatosit, i cili nuk e ndante veten asnjëherë si një protagonist i veçuar përballë të tjerëve, por bashkë me të tjerët, për të krijuar kohezionin e nevojshëm që është i domosdoshëm në raste ndryshimesh të mëdha. Dhe Fatosi ka iniciuar për hir të së vërtetës ndryshime të mëdha në qasje, në mentalitetin, në kulturën politike. Dhe ka marrë detyrë në momente të vështira, se duhet të ndë kjo. Ka marrë përgjegjësi në momente të vështira kur të tjerët ju iknin përgjegjësive. Nëse unë zgaboj, akoma nuk besoj që gaboj, zoti Nano u bë kryeministër pas rrëzimit Busit Enver Hoxhës. Po, është në 91-shin. Shkurt 91-shin. Po, është bërë pas zgjedhjeve. Pra është i pari kryeministër post-komunist shqiptar.
Patjetër. Dhe që u detyrua pastaj të largohej Në për qershor shkak të 91. situatës që u krijua me ngjarjet e 2 prillit në Shkodër, pas kontestit për zgjedhjet e 31 marsit. Dhe grevës sindikatave Dhe në një qershor. situate zinxhir. Pra e mori një moment shumë të vështirë. Siç e mori edhe në 97 dhe një moment siç shumë të vështirë. dëshmoi pastaj që mori në moment shumë të vështirë vetë partinë e punës që u bë socialiste në Kongresin e 10 që mbylli kapitullin e Partisë Punës dhe hapi kapitullin e Partisë Socialiste, dhe ky gjes duhet vlerësuar sepse Nano nuk e bëri për karrierë, siç ndodh rëndom që hyjet në parti, por e mori për përgjegjësi qytetare. Në një moment... Për kuriozitet, ju jeni, kam përshtypjen që ju jeni i vetmi mbjetuar i Kongresit fundit Partisë Punës? Jo, ka të mbjetuar ka plot, Që por... në këtu në tavolinë me ne. Ne kemi qenë në Kongres, por kemi qenë kongresist. Qershor në të njëshë, Kongresi 10. A ke qenë delegati? Delegati më i ri në sallën e Kongresit të 10. Shkoja nga organizata e partisë e gazetës Zëri Popullit në atë kongres dhe mandej procesi i kongresit... Ju si punist, doli si socialist. Doli socialist. Kongresi ka një histori shumë interesante, të cilët ata që janë përpjekur ta shkruajnë nuk e kanë thënë si ç'është, sepse ka qenë një... Zgjedhja e Nanës kryet partisë. Ka qenë një mundim i madh njërë kush do ta drejtonte Kongresin. Janë thirrur shumë njerëz të mbanin raportin e Kongresit, sepse Xhelil Gjoni, që ka një rol të veçantë në administrimin e atij kongresi, dhe Ramizi nga pas, Ramiz Alia nga pas, për të qenë korrekt me historinë, nuk donte ta mbante, ai thoshte është koha e një brezi tjetër, por askush nuk guxoi ta mbante raportin e Kongresit dhe u detyrua ta mbante Xhelil Gjoni. Ashtu si kundër, pastaj u kërkua një seancë e mbyllur për të bërë gjyqin e byros politike në Kongres. Pra u bën një gjyq i byros Po, është politike. bërë një seancë me 2 Me propozim të delegatëve të firë. në emër të delegatëve të Që tjerë. ku ishte dhe ju? Po në Unë sisha delegat. Petro ishte i ftuar, po në emër të delegatëve të tjerit e bëri Koçolondo këtë propozim. Kiçolondo, po. Unë propozoj në emër të delegatëve të tjerit që të bëhet një seancë e mbyllur për të ndarë me byron politike, për të dënuar byron politike etj. Po kjo është spektakolare, që një gjyq që nuk e bëri dot Partia Demokratike kur erdhi në pushtet, praktikisht ja bëri vetë partia vetë byros politike. Ishte një mundim i madh pastaj kush do ta drejtonte atë seancë, shumë njerëz u shmangën, ata që disa prej atyre më pas pastaj u bënde protagonist, donin dhe një rol. Atë seancë ka drejtuar Gramoz Ruçi. Gramozi. Seanci ka vazhduar deri në orët e vona të mëngjesit asaj nate. Kanë dalë me radhë të gjithë anëtarët e byros politike dhe janë vënë në bankën e të akuzuarit, që është një gjyq popullor në fakt. Në shumë elementa i kongres, unë nuk e kam jetuar, po e kisha nga historia, më duke si kongresi i 48-ës. Por që si ka këtu, tani, vim të këtë momenti, dhe në fund, fare, sala kërkonte që të fliste Ramiz Alia, i cili ishte në rrjeshtin e parë të sallës së delegatëve i ulur me delegatët e Shkodrës, jo në losh, po në rrjeshtin e parë të sallës. Dhe në fund ka dalë. Ramiz Alia ka thënë një fjali ndarje dhe ai me byron politike për të thënë, paka shumë dëni. Ja, e pata, me këta kam drejtuar unë. Për të tjera tha do flas nesër. Dhe kështu mbyll ajo seancë, të nesërme pastaj filloi seanca e formësimit asaj që më pas u bë Partia Socialiste e Shqipërisë, që në qershorin e vitit që vjen bën 35 vjet ekzistencë, fal rolit të veçantë, se këtu dua të kthehem, dhe të përcaktues të Fatos Nanos në gjithë të rrugtim, sepse unë kam bindjen që pa Fatos Nanon Partia Socialiste nuk do të bëjë ajo që u bë më pas. E vërtet, megjithatë, Pedro, prap, nga kjo që më thot Luani, duke ditur edhe nga disa biseda private që unë kam bërë me të ndjerin president Alia, ku ai e ka zgjedhur Fatos Nano, le ta themi troç, për të qenë kryetari i Partisë Socialiste, pasi u refuzua nga disa të tjerë. Pra pyetja është, e bëri Nano pëson, apo Nano ishte pjell natyrale e të majtës shqiptare në një moment të reformimit fort saj? Shiko, Partinë Socialiste e ka bërë një grup intelektualësh, idealist, me në krye Fatos Nano. Dhe unë jam dakord me atë që thot Luani, se pa Fatosin në krye, do të ishte një mision thuajse i pamundur. Ose një mision i cili mund të ikte deri një farë
po themi stadi, dhe pastaj do të dështonte. Pse e them këtë? E them duke u nisur nga zhvillimet e mëpasme brenda Partisë Socialiste, ku kulmor është Kongresi 96-ës. Kur nga brenda Partisë Socialiste pati përpjekje për ta burgosur politikisht Për t'i marrë postën apo? Fatos Nanon në raport me Partinë Nga 4 Socialiste. nënkryetaret. Ishte një grup ku 4 nënkryetaret, ta themi tani, se histori është. ishte Ilir Meta, me thënë drejt, Patjetër. generatori për cilin Nanon fakt, se këtu jemi edhe për të thënë një gjë që nuk ka shkuar me të, Nanon ban përgjegjësi sepse e katapultoi në pozita politike të rëndësishme, edhe pa e merituar ai, Ilir Metën po ndofta dhe të tjerë të cilët merrnin pushtet nga Fatos Nano, e shfrytëzonin pushtetin për të zgjeruar influencat e veta dhe për t'i bërë varrin Fatos Nano. Këtu ka përseve, po ndjek logjikën tënde. Vetëm një korrektim. Ndoshta nuk Kjo ishte dobësia apo ishte merit e tij? Ndoshta nuk është termi i duhur katapultoj. Ato si krijonte hapësirë dhe ata që i kundërshtonin, dhe ata që nuk e donin, të krijonte hapësirë të përfshiheshin, të hynin. Kjo ishte anë karakteriale apo ishte hedonizëm politik? Jo, Fatosi kështu ishte. Fatosi nuk bënte armiq në parti. Kishte kundërshtar, përplasej me ta, por me Petro ne jemi dëshmitar. Kongresi i garës me Majkon, për shembull. 98-ës. 99-ës që me të mbaruar kongresi, një pjesë e jona që mbështesnin Fatosin ishim gjendur në një situatë shumë të vështirë dhe brenda partisë, për shkak se na luftonte pushtetin, atë sallë Petro e mban mend, kishin ardhur forcat policisë për të mbajtur rendin brenda partisë, ishte një skandal, dhe me të fituar... Majko ishte i fuqishëm, ishte kryeministri luftës. Jo, ishte kryeministri luftës. Pra ishte vinde me reputacion tjetër. Kishte dhe ministrat në shumicë ishin pro Majkos në garën kundër Nanos, dhe me të fituar kryetarin e partisë Fatos Nano, të nesmen kryeministër bëri Ilir Meta. Unë prandaj ika nga ministër, sepse kur filloi përpjekja që partin ta merrte partia, praktikisht Meta, Majko ishte kandidati, për partin do e merrte Meta, që do të thotë, nëse do e merrte ai grupim, pse do ishte kthyer në LSI shumë shpejt. Dhe unë kur u bëj qartë ky plan, unë mbajta një qëndrim, megjithëse isha ministri i asaj qeverie, mbajta një qëndrim në favor të rizgjedhjes së Nanos kryetar partie, sepse dhe këtë nuk e kisha thjesht për interesin e Fatosit, e kisha për interesin e partisë. Lidhur me këtë, Petro, unë e kam shprehur publikisht para ditën që zoti Nano temi u shuhet, që nga pikpamja historike, ndoshta në ato moment ishte e fort, pra flasim Kongresin e Dhjetorit 2003, kur temi divorci u bë publik me grupin e Metës, Meta doli i fundit, nëse ju kujtohet si antari KPD-s, pra ishte i fundit, pra ishte fitoi, po i turpruar politikisht dhe u detyrua pasaj të largoj. Se asnjë nga mbështetësit e tij nuk dolin në komitetin e KPD. Ai është 2003. Aty është një hap taktik i gabuar. Jo, po mirë, mund të jetë në ato, por po ta marrësh nga pikpamja historike, si shkuan gjërat më pas. LSI-ja përfaqësoi pikërisht atë pjesën që herë bëhej me njërin palë, herë bëhej me palën tjetër. Pra, le të themi, LSI-ja ishte simboli jo se politika ka një farë morali, por nëse flet për mungesë morali, Nano evidentoi LSI-in. Dhe historia i dha drejt. Kemi ecur, shiko. Po historia i dha drejt. Jemi zhvendosur shumë, kemi ardhur shumë vonë. Duke folur dhe për në një gjë që s'ka shkuar siç duhet, nuk është se i heqim vlerat Fatos Nanot. Unë e kam thënë që është njeriu misionar, siç e thetin fillim që